Ka njerëz që si ti rrugë të lashja, smuja, derti, drejtohen tek njerëzit për ndihmë të anët. Mos harro musliman që ky momenti kur të ka ardhur sprova, smuja, të lashja, që ky është momenti më i mirë për ty kur ti mundesh me lut. Thot Allahu Azza wa Jall, "Amma yujibu al-mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su'." A nuk është Allahu Azza wa Jall, a nuk është më i mirë Allahu Azza wa Jall, ai i cili i përgjigjet nevojtarit kur ai ka nevojë dhe ja largon të keqen. Pra më duhet i ki të thana të mirat, i qënë duhet më lut, ti kujton që je të lut, ama zemrën e ki të pasuria të ato, ti lutesh për shnet, po zemrën e ki të pasuria, e kur nuk e ki ma shnetën, kur ki probleme me shnetën, atëherë lutesh për shnetën, e të qënë Allahu shnet. Jo më drejtu të njerëzit si të vjen problemi. Kur të vjen problemi, do më thënë të ka ardhur momenti kur ty të përgjigjet doaja, shfryzohe, e ki të lashën, shfryzohe, drejtoju vetëm Allahut Azza wa Jall. Jo, si të vjen problemi, më drejtu atje, jo. Tash ka ardhur smuja, drejtoju Allahut Azza wa Jall. Ka ardhur problemi, ka ndodhur e keqja, drejtoju Allahut Azza wa Jall, se tash është zemra jote 100% të që ky problem. Edhe është e lidhur me Allahun Azza wa Jall. E jo me të mashtru shejtani që si të vjen problemi më drejtu të njerëzit. Lutë Allahun Azza wa Jall, ky është momenti yt. Sprova, të lashja, të afron ty me Allahun Azza wa Jall shumë. Sprova, të lashja, është mundësia jotja. Mos e lësho këtë mundësi. Lutem Allahun Azza wa Jall që secili prej neve më pranu lutjet.